Skandali i zbuluar nga SPAK doli në sipërfaqe nga komunikimet e kryqëzuara mes personave të akuzuar në të tjera hetime në të kundërt BOSI Advanced Business Solution nuk ishte ndërmend të denonconte. Kjo ndoshta nisur edhe nga shqetësimi se mjaft procedura të tjera janë në hetim nga SPAK. Këtu fjala është për qindra milion euro tender ku përfshihet edhe periudha kur në Akshi shkëlqente ylli Advanced Business Solution dosja. Në një nga pamjet filmike të administruara konstatohet biseda mes shtetasve Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri ku diskutohet për dy tender për procedurë, si dhe përmendet kompania ABS. Nga kjo bisedë përftohet e dhëna se këta shtetas janë të shqetësuar për praninë e kompanisë ABS me ortak të vetëm zotin Meça. Në dijenin time, hetimet nuk janë fokusuar vetëm tek këta aktorë që janë e kanë qenë në lojë, por edhe tek tenderet si janë zhvilluar para sulmeve kibernetike, u shpreh Mirion Senja, gazetar. Hetimet e SPAK zbulojnë edhe faturime miliona eurosh nga kompanitë e biznesmenëve të shpallur në kërkim dhe subjekteve të tjera. Siç thekson në artikullin e tij, Top Channel, kjo i shërbente skemës së qarkullimit dhe futjes në kanale legale të parave të dyshuara korruptive. Dosja, si konkluzion, rezulton se faturimet e kryera nga EA Solution në drejtim të 3 subjekteve të tjerë të përshkruar më sipër janë fiktive dhe me qëllim përfitimin e parave që rrjedhin nga procedurat e prokurimeve të paracaktuara nga grupi kriminal. Nëse në agjencinë e Akshit zhvillohen tender që lidhen me teknologjinë e informacionit, në rrjetin e kompanive të hetuara dalin edhe subjekte që tregtojnë produkte ushqimore, çokolata e të tjerë. Çuditërisht, kompanitë e hetuara rezultojnë se kanë plotësuar fatura blerje me vlerë plot 10 milion euro. Që një kompani e cila operon në fushën e IT-s të shpenzojë një shumë të tillë për blerje çokolatash, kjo duket më tepër se ironike. Roger Sryta, ish administratori i kompanisë Mega Distribution, thotë se ka pasur marrëdhënie tregtare me kompanitë Soft Solution dhe Fastech. Dosja deklaron se nuk tregton produkte që lidhen me fushën e teknologjisë së informacionit si hardware apo software. Këtë dëshmi SPAK e ka kryqëzuar me deponimin e biznesmenit tjetër Andis Papa, aksioneri i subjektit Fastech. A i këmgull në dëshmi se kanë blerë pajisjet teknologjike te kompania Mega Distribution, edhe pse kjo e fundit aktivitet kishte tregtinë e produkteve ushqimore. Hetuesit e SPAK kanë vënë në lup çdo procedurë prokuruese që lidhet me kohën e takimeve mes drejtueses së Akshit dhe biznesmenëve në fjalë të akuzuar si pjesë e një grupi të strukturuar. Bëhet fjalë për 10 procedura të fituara nga kompania Soft Solution e zotëruar nga Ermal Beqiri apo kompani të tjera të lidhura. Një prej tenderëve më të mëdhenj ka vlerën e 1.3 miliard lekëve ose rreth 13 milion euro pa TVSH. Kjo procedurë është njëra prej rreth 20 tenderëve të ankimuar nga Geron Meça. Prokurimi është për blerjen e pajisjeve kompjuter zyre. Vlerat e pajisjeve janë konsideruar të fryera nga hetimi, pra një formë për të përlarë miliona euro. Dosja, metodologjia e përzgjedhur nga grupi i punës, ka sjellë përpasoj rritjen artificiale të vlerës së produkteve që kërkohet të prokurohen, pasi fondi i limit është përcaktuar mbi vlera jo reale të dhëna nga operatorët ekonomik me qëllim maksimizimin e përfitimit, çka në të njëjtën kohë mund të sjellë dhe dëmtimin e buxhetit të shtetit dhe kryerjen e shpenzimeve pa eficiencë. Përpos paracaktimit të tenderëve, vlerat e fryera të projekteve janë një prej drejtimit të hetimeve. Këto dyshime janë ngritur vazhdimisht edhe nga ekspertët e fushës ndër vite. Për mënyrën si kanë vepruar kompanitë që kanë përfituar nga tenderet e Akshit, kanë qenë shumë amatore se si kanë vepruar. Mendoj se kanë pasur guxim të tepruar sepse nuk do të goditeshin sepse siç e thash, ngriheshin kompani nga hiçim me të njëjtin punonjës me të cilët kalonin fonde për shërbime të supozuara. E di që ka kompani që kanë faturuar 10 milion euro çokolata, aq do të duhet hanin gjithë shqiptarët çokolata, u shpreh Mirion Senja. Hetimet e SPAK-ut kanë zbuluar se biznesmeni Ermal Beqiri ka arritur të fitojë tender edhe përmes kompanive të lidhura me familjarë të tij. Konkretisht, procedura për implementimin e infrastrukturës desktopve virtual për Autoritetin e Aviacionit Civil u fitua nga subjekti Communication Progress për vlerën e rreth 1 milion eurove pa TVSH. Kompania në fjalë është në pronësi të bashkëjetuesit të motrës së Beqirit, shtetasit Gentian Likai. Dosja, edhe në këtë procedurë vihet re futja e kriterit pajisjeve të punonjësve me certifikat sigurie, CSP, e cila është e pavend pasi të dhënat e prodhuara dhe komunikuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil nuk janë të klasifikuara. Në periudhën mes viteve 2019 janar 2026, kompania Soft Solution, e zotruar nga biznesmeni Ermal Beqiri, ka rikthyer plot 2.1 miliard lekë nga thesari i shtetit ose rreth 22 milion euro. Shumica e këtyre parave kanë ardhur nga fondet e tenderëve të Akshit. Nëse analizon periudhën e viteve 2023-2024, vjet re rritja e ndjeshme e xhiros së deklaruar, përkatësisht 12 dhe 18 milion euro. Fitimi deklarohet rreth 16 milion euro në 2 vite të marra së bashku.
Por këto fitime janë vetëm pjesa e dukshme, siç zbulohet në dosjen e SPAK, biznesmeni ka fituar miliona euro përmes disa kompanive të tjera në rrjetin e tij. Në periudhën 2019-2026, kompania e kunatit të tij Communication Progress, që përmendet edhe në dosjen hetimore, ka rkëtuar afërsisht 2 miliard lekë ose rreth 21 milion euro. Nëse analizojmë të plot listën e gjatë të kompanive në pronësi dhe atyre të lidhura, përfitimet shkojnë në disa dhjetra milion euro. Vetëm një kompani nga këto, gjatë 5 viteve të fundit e lidhur me këtë personazh që ka qenë është aktori kryesor i dosjes, ka marrë 50 milion euro pagesa nga thesari, ku pjesa dërmuese janë për shkak të tenderëve të akshit. Vetëm një kompani, por janë disa të lidhura, shprehet gazetari Senja.